Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur, motra të nderuame, mirë se vini në episodin e radhës të El Fala Podcast, ku do të vazhdojmë nga epizoda e kaluar rreth martesës, ku me mua përsëri është hoxha i nderuar, hoxha im i dashur, hoxh Sinan Rushiti. Hoxh, selam aleikum dhe mirë se u takuam përsëri. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllai i mirë se u takuam përsëri dhe është Allahu bereqet në këto hapa të cilët i kemi marrë për hir të Allahut. Dhe shpresoj se do të arrihet kënaqësia, razia Allahu te bareke ve teala. Inshallah. Allahu shpërbleft të kohën mundin çka jepni. Hoxh, siç e cekëm pra në episodin e kaluar, domethënë ku folëm për martesën në aspektin fetar. Sa që di 4 pikë. Po 4-5 pika, tash do të vazhdojmë pjesën tjetër, domethënë rreth martesës dhe pikët që cilët na kanë mbetë. I dashuri vëlla, normal nuk janë këto pikët e, domethënë që do të mjaftojnë për të zgjidhur problemet e martesës ose për të definuar gjërat. Normal këto janë tema të rëndësishme të thella me shumë argumente dhe rregulla që duhet folet shumë gjatë kohë, por shpresojmë se këto pak fjala, domethënë të cilët mundojnë aty dajmë dhe çka kemi përmbledh me disa argumente të jenë frytëdhënëse dhe të ndikojnë në zemrat e njerëzve si mesazhe për vëllezërit, për motrat, ku të gjithë jetojnë bashkë si çift. Hoxh, martesën siç duhet ta shohim më shumë, si dashuri apo si sakrificë? Kështu, habibi i dashuri vëlla, normal martesa pra është dashuri, por e cila dashuri bëhet gjallë me sakrificë. Nuk janë bashkuar burri dhe gruaja ose çifti përveç se janë dashur. E kanë dashur njëri tjetrin, alhamdulillah, ka qenë vullneti i Allahut azza wa jalla që të bashkohen. Mirë po, ajo dashuri ka nevojë për sakrificë. Pa sakrificë nuk munden ata të qëndrojnë të bashkuar dhe nuk munden të arrijnë qëllimet e tyre gjatë jetës së tyre dhe të përballen me shumë sprova që i pret në jetën e tyre. Ke parasysh sa vëllezër sa motra smuren ose sprovohen. Tamam? E tash, në momentin kur ti sprovohesh e kap një smundje bashkëshorten tënde ose paralizohet ose sa prej motrave do të smuren nga kanceri ose bashkëshorti, pra pa marr pas njëri prej atyre dy, tu nevojë të sakrificë. Nëse ka qenë dashuria si shkak që janë bashku, ka qenë sinqert për Allah, ata janë të gatshëm të sakrifikojnë. Dhe martesa realisht është sakrificë. Dhe kjo normal pa pikë dyshimi këtë e gjallë dashuria. Tash kur ta dush dikon dhe do të sakrifikoj, ai dumi Allahun. E dumi Allahun. Dhe dashuria jon dhe Allahut është e papërshkrueshme. Është shumë e madhe. E çka çka e dumi Allahun, prej neve kërkohet të sakrifikojmë. Të sakrifikojmë prej pasurisë tonë, të sakrifikojmë prej kohës tonë, prej shëndetit tonë, familjen, gjithçka. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Abu Bekr, çka ke dhënë sot? Një ditë kur Omeri tha, nëse thaja kam kalu ndonjëherë Abu Bekri, tha sot kam ja kalu. Edhe kur shkonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Omar, thot sa ke dhënë sadaka? Thot gjysmën e pasurisë ja Rasulullah, gjysmën prej milionit 500.000 ose prej 100.000 50.000. E tjetër thot për familjen i kam lënë. E vjen Abu Bekri, o Abu Bekr, sa ke dhënë? Sa ke kontribu? Thot e gjithë pasurinë ja Rasulullah. E gjithë pasurinë. E çka i la familjes tënde? Walash Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Omeri kuptoi se kur s'mundet me ja kalu Abu Bekrit radhiyallahu anhu, sepse gatishmëria e Abu Bekrit për sakrificë ishte shumë e madhe. Por kjo e bën normal edhe, domethënë dashuria e tepërt dhe më e madhe, prandaj ju rastisht Allahu tha, ju rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e cegu se njeriu më i dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam burrë është Abu Bekri radhiyallahu anhu.
Jo rasisht edhe i vetmi prej sahabëve që shoqëroi pejgamberin sa në emigrim. I parë për njerëzve që pranoi Islamin dhe kështu me radhë. Pra dashuria sa më e madhe që është për Allah, aq më shumë edhe dëshira për sakrificë ngjallet. Edhe ndaj shokit, edhe ndaj vllaut, e veçanërisht ndaj bashkëshortes. Sa më shumë që dashuria është e madhe, kur burri e don gruan, edhe gruaja e don burrin, ata janë gati të sakrifikojnë, sepse dashuria ata kanë sinqert për Allah. Si kanë nëmëton për një qështë të kësaj dyja. Dhe ata e dinë si gjo kusht tjetër. Sot jemi shëndosh, njëri se do të smuremi. Po mundet të më devijon, po më devijoj burri, qka të e divorc. Më devijoj grua e divorc. Po jo më rejaraj nuk shkon ashtu. Po nëse ka devijua, ka nevoj për ndihmën tënde, për këshillën tënde, për krajën, shtetin tënde, ose e kundërt anasjelltas. Pra, kjo është sakrifica. Kështu që Allah subhanahu wa taala thot hun në libasu lekum wa antum libasu lehun. Ata janë veshje për ju, petk për ju, dhe ju jeni petk veshje për ata. Mirë, petku çka të bën? Të mbulon. Të mbron. E kështu bashkëshorti do ta mbron bashkëshortin e tij. Ose bashkëshortja, bashkëshortin e saj. Në çdo rast, çdo moment, çdo situatë, do ta mbron njëri tjetrin. Duhet ta përkrahaj njëri tjetrin. Duhet ta mbron njëri tjetrin. Pa marr parasysh çfarë do situatë që ti sot martohesh që heri, mashallah, formë, mirë, bukur, gjithçka sen, po ti s'ke me kanë tani jetën kështu. Ti nesër do të dobësohesh. Dhe nesër nuk din se çka mund të ndodhe. Huma të dri nafsu mata tek si bogata. Dhe shpirti nuk e din se çka do t'i ndodhe nesër. Andaj ti jemi të gatshëm për sakrificë. Allah shpëlbeft. Bashkë me deri. Po pse Allah e ka quajtur martesën si një nga shenjat e tij? Thotë Allahu subhanahu wa taala në librin e tij famulart, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Për argumenteve të Allahut është se Allahu prej vetit tuaj krijoi bashkëshort, çift. Pra Allahu subhanahu wa taala burrin gruan e martoi aya min ayatila. Argument për argumenteve të Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse ajo dashuria që lindë mes dy çifteve dhe që bëhet shkak që ata të bashkohen dhe të jetojnë bashkarisht me një qëllim të vetëm, duke ditur se martesa është adhurim, ibadet. Dhe kur martohen njerëzit, folim me një qëllim që është arrit tek kënaqësia e Allahut, dhe Allahu ka urdhëruar për martesë, dhe se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta është forma mënyrë më e mirë për ta ruajtur imanin, dhe çdo është plotësimi i imanit martesa, kjo është argument për argumenteve të Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse mëshira i bashkon. Për shkak të asaj dashurie, ata do të thonë njerëz të ndryshëm u bashkuan dhe çka e gjejnë paqen njëri te tjetri. Një kohë janë njohur se kanë njëri tjetrin, po ja sot subhanallahu ku te gruaja pak të rahatohem, të qetësoj ti daj pak disa muhabete ose ajo disa muhabete me ty. Ja o min ayatin khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Argument për argumenteve të Allahut. Pra bashortja çifti që të strehoheni tek ata. Një shqetësim, një problem, një zor. A ka njëri më të afërt? A ka njëri më të mirë se bashorti ose bashortja? Folim normal pas prindërve. Këtu folim se tema është për çiftin, për bashortin. Personi me të cilin do të thënë i dan gjërat më të imta. Kështu që martesa e pastër, kur themi martesa e pastër, martesa që është për rizat të Allahit. Martesa që është për mbrojtje të imanit. Martesa që është për plotësim të imanit. Martesa që është për ruajtje të syrit shikimit. Martesa që është për ruajtje të nderit, dinitetit, normal është pasqyrë e mëshirës Allahut te bareke ve teala. Dhe kjo është argumenti. Allah shpëlbeft. Bashkë me ty. Më kujtoni një thanje ku pas çdo burri të suksesshëm fshihet mbrapa një grua e fortë, një grua e urtë. Dhe shumë cili është ti për shembull si vllasi ekzant, çka mendon, cili është mesazhi i kësaj thënie? Mesazhi i kësaj thënie unë besoj se është nëse ata jetojnë me Islam, e kanë të njëjtin qëllim, adhurimin e Allahut, besoj që këta bashkarisht arritin në sukses. Dhe normalisht kur ti këshillohesh, kur gruan e ki si krah të gjatë, dhe non stop ti e ki mbështetjen e kësaj, ti arrin te suksesi, te qëllimi të cilin e ki synuar. Për të cilin ndoshta ti ke pas shumë vështirësi të arrish, dhe ke pas nevojë për përkrajin dhe motivimin e dikujt, që është bashortja. Bashortja. Tamam, veç asaj,
njerëzit nuk e din. Ke hapat e sigurta, hapat mirë, po edhe shumë gjërat që do shta më pare i ke pas si dukuri negative, po tash nuk i ke. I ke largu si shkak gruaja e devotshme, e sinqert, që të ka këshillu, sepse nuk është vetëm burri që e këshillon gruan, po edhe gruaja është ajo që anasjellësh e këshillon burrin. Se di e cikëm këtë rast në emisionin e parë apo jo, kur njëri prej sahabëve martohet dhe për ta teston gruan e tij se sa është e devotshme, ata e kanë pasur për shprehi çdo natë të falin namaznate, çdo natë. Edhe ky nuk qohet fare namaznate. Edhe çon gruaja vet, po ky nuk qohet. Ama qëllimisht e bën këtë. Përsëri natën e dytë, e zgjon, nuk qohet. Përsëri natën e tretë, nuk qohet. Edhe kjo është shpreh. E shpreh atë keqardhjen e saj, se nuk edhe kjo është një sprov. Me të bashku Allahu me një njeri që nuk është i udhëzuar, nuk është rrugt Allahut, është një sprov, është një bela. Thot, me çfarë njeri, thot Allahu më ka bashku. Edhe ai e ndëgjon që qëllimisht e bën këtë vetëm ta teston imanin e saj. Domethënë se ajo ka dashur të bashkohet dhe të jeton një jetë bashkë me njëri devotshëm që ka frikë Allahut subhanahu wa taala, që të kujdeset për familjen e tij, për bashkëshorten e tij e kështu me radhë. Edhe kur e ndëgjon këtë fjalë, e kupton se kjo është grua e devotshme dhe se kjo ka dashur martohet me njëri devotshëm, njëri që adhurues që adhuron Allahun subhanahu wa taala dhe alhamdulillah është rahatu, vetëm ka dashur që ta teston. Pra, gruaja e suksesshme është ajo e cila e motivon bashkëshortin e saj për sukses. Gruaja e devotshme është ajo e cila e nxit burrin e saj për devotshmëri. Gruaja e udhëzuar është ajo e cila e udhëzon bashkëshortin e saj. Gruaja e cila e din Kur'anin, lexon Kur'anin, ja mëson Kur'anin dhe bashkëshortit e saj. Gruaja e cila falet, bashkëshorti nuk falet, është ajo e cila e nxit bashkëshortin e saj për namaz. Po edhe anasjellës. Bashkëshorti mund të provohet me një motër, me një grua që nuk është praktikuese e fesë. E çka? Po këtu kërkon durim sabër. Po këtu kërkon mirë menaxhim, po këtu kërkon urtësi, butësi dhe ta vet. Po ti vetëm me vetë praktikimin e fesë tënde, që mundson asaj të shesh shembull, ta shesh shembullin e Islamit tek ty, do të ndryshon. Kemi edhe nga jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam kur për vendime ndryshme u këshillu me gratë e tij. Po. Jo ai, po edhe sahabët e tjerë. Ato ka qenë menhexhi i jetës së tyre, ka qenë mënyra e rrugëtimit, të cilën rruga ata kanë hecur në jetën e tyre. Ata si kanë shkaluar gratë e tyre që sot janë shembull për njerëzin në përgjithësinë. Kështu që ne prandaj u referohemi edhe ne i këshillojmë motrat tona për gjithçka që ka të bëjë, qoftë me fe, me devotshmëri, qoftë me dijeni, qoftë me respekt ndaj bashkëshortit. Se si duhet një grua ta respekton bashkëshortin e saj. Po anasjelltas, qoftë burri nëse don se si duhet respektuar dhe dashur gruan, le të marr shembull nga gjeneratat e para. Duke filluar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po sahabët dhe kështu me radhë, dhe çiftet se si duhet të jetohet jeta bashkërisht si çift, si bashkëshort. Allahu shpërbleft thotë. Amin. Po cili është roli i lutjes dhe besimit në ruajtjen e një martese të fortë? Lutja ose duaja është qelsi që sjell qetësi në zemrën e bashkëshortit ose bashkëshortes. Jo çdo herë kur të lutet bashkëshorti ose bashkëshortja duhet ditur njëri ose tjetri se po lutet për atë se po. Jo. Por kjo pikëpari tregon lishmërinë e bashkëshortit ose bashkëshortes me Allahun subhanahu wa taala, sepse kujt i lutet bashkëshorti? I lutet Allahut. Ose bashkëshortja i luten Allahut azza wa jall. Pra, kjo tregon lishmërinë e tyre me Allahun. E kur bashkëshorti ose bashkëshortja kanë lishmëri me Allahun, aty prit sukses. Aty prit bereqet. Aty prit kënaqësi. Kështu që lishmëria e tyre e bën që ata ta lutin Allahun, ta falin namazin dhe namaz ti luten Allahut subhanahu wa taala, ta forcojnë edhe lidhjen mes tyre si çift, si bashkëshort. Lutja mund ta ndryshon komplet situatën e njërit prej tyre. Fatkeqësisht që shumë na shkalohet. Dhe kjo është ajo këshilla që japi vetit dhe të gjithë vëllezërve motrave.
sa më shumë dua, sa më shumë lutje. A shef se nuk shkon diçka puna, se ka një pengesë, ka një defekt mes dyre ose të njëri prej tyre që po janë paraqit do konflikte, do shqetësime, do falloj nga srime mes tyre. Grebe durt o e motor ka qielli përpjet. Lutu Allah subhanahu wa taala. Sa është ai i cili i pranon lutjet tona. Ai është ai i cili turprohet kur ne i lutemi atij. Dhe është ai i cili i ndryshon gjendjet e zemrave tona. Dhe sjell lumturi nëse ka munguar lumturia. Sjell paqe, qetësi nëse na ka munguar. Sjell dashuri nëse dashuria ka munguar. Tash dashuria shumë lehtë dhe kollaj po largohet pi zemrave të bashortit ose bashortës, pi zemrave të çiftit. Pse? Për shkak se rrjetet sociale, interneti, kontakti i njerëzve me njerëz të ndryshëm e bën që njëri prej tyre ta det dikë tjetër që nuk e njeh, atë që ka në shtrat mos ta det, mos ta ketë çat dashuri. E ke pa dhe ne si xhamata, më thonë, kur takojnë, mashallah, habi pa, çfarë dashuri me zve? Kur shkojnë në shtëpi, e gërsir. Vend që të sillemi mirë, me ata që duhet sillemi më mirë dhe më but, ne sillemi më të egër mat, që bashkë dëgjova një këshill, edhe një porosi nga një hoxha është bosnjak, i cili para 9 vjet ka qenë në moment të vdekjes. Ato është hoxh, e vazhdon është në mosh. Thot, e kisha një smunti, thot që, kështu që priteshte që normal, me këtë më thanë 1% mundësia për jetë. Si të qoftë, në atë moment, thot, fillim që ka nisa të shikoj grujen fëmit. Edhe me një që ka nisa të mendoj, se për këta, për bashkërtën, për fëmit, kohë nuk kam pas. Kam pas kohë, ai për vetin ti folte, si hoqët, kjo normal, kjo është si mesazh është për nisi o gjallar në fillim, e pas e për gjematin. Se si hoqët ti ke kohë, mundësin, të kalojsh kohë me njerëzit e tjerë, unë e kam atë mundësin, nerva, ti ndëgjoj të gjithë njerëzit, çfarë do probleme, çfarë do shqetësime të tyre, çfarë do farlloj sjellje të njerëzve të ndryshëm, kur vjen puna në shtëpi, me familjen, nuk ekziston mundësia për sabër për turim. Edhe tha, nisa të shikoj tha familjen, edhe shumë tha ndjeva keqardhje se shumë pak kohë me familje tha kam kalu. Dhe shumë pak kam shpreh atë që duhet të shpreh familjes, vend që të shpreh familjes o kam shpreh tha njerëzve të tjerë. Alhamdulillah, hama në fillim, kështu që ajo që tregon se zemrat tona janë të gërsume. Se zemra kur është e gërsume, është e ngurcuar, nuk thënë edhe duat lutjet janë të paksuar. Se nuk është kollaj ma lehtë lutesh për dikë që zemra jote është e mbushur me urrejtjen ndaj atij. E kur ka urrejtje në zemrën e bashortës ndaj njëri tjetrit, ndoshta e mallkojnë një tjetrin, jo të lutet njëri për tjetrin. Pse? Sepse kanë leju që dashuria të paksohet derisa të shkatërrohet. Kanë kriju një distancë të madhe mes tyre dyve, sa që shejtani qaq shumë fort ka hyrë mes atyre dyve, dhe për shkak të distancës së madhe dhe kohës gjatjes së marrëdhënieve raporteve që janë ato intime mes atyre dyve, kanë ardhur deri në atë ai më gjajth e më të majt, dhe çdo kush i kanë gjetë partnerë të tjerë. Edhe kështu tash shkatruan shumë familje. Dhe se divorcet shtohen më shumë se sa që martesa bëhet. Dhe kjo është një shqetësim i madh. Dhe prandaj thash, nuk mjaftojnë këto pikë, këto këshilla ne që japim tash të filloj porosi, po don Allahu inshallah të jenë bereqetshme dhe arrin tek zemrat e vëllezërve motrave, po inshallah do të Allahu na mundsoni mund të vazhdojmë të ardhmen, por do të flitet shumë për këtë temë. Thot Allahu subhanahu wa taala, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, me të përmendurit Allahut zemrat qetësohen. Kështu që një prej mënyrave të përmendjes Allahut subhanahu wa taala është edhe lutja, duaja që e bëjmë njëri për tjetrin. A ka më mirë se sa të bësh dua për njëri më dashur për ty? Nëse shef një dobësi, një ligësi tek ai, tek ajo, lutu Allahut subhanahu wa taala që Allah të udhëzon, ta forcon, ta përmirëson, gjendjen e tij ta ndryshon, prej rrugëve të këqija ta largon. Allahu është ai i cili përgjigjet lutjeve tona dhe ndryshon gjendjen tonë.
Allahu të shpërbleft hoq. Amin, bashkë me ty. Hoq, para se ta japësh një mesazh përmbyllës, një këshill përmbyllëse për gjithë vëllezërit dhe motrat tona. Sparim lejo ti falenderoj gjithë sponsorët tanë, gjithë vëllezërit motrat që kanë kontribuar për këtë projekt madhështor. Allahu na dhash neve sinqeritet në këtë projekt. Amin, ja Rab. Hoq, para se ta japësh mesazhin, am lejon që episodin tjetër ta bëjmë një emision me pyetje-përgjigje në lidhje me martesën në aspektin fetar, po edhe problemet në martesë, pasi besoj që shumë vëllezër motra kanë probleme dhe mendoj që në bazë pyetjeve që i shtrojnë mund ta gjejnë përgjigjen dhe vetveten. E gëzonlem këta dëshmoj unë se mesazhet që më vinë janë shumë më të madhe nga motrat veçanërisht, pa edhe nga vëllezërit që kanë probleme me bashkëshortet e tyre, që mundojnë t'i kontaktojnë xhallarët pa dijeninë e bashkëshorteve të tyre, ose e kundërta, për shkak të problemeve që kanë ata, e ka shumë probleme. Me të vërtetë, ne jo se do apim përgjigjet e sakta, ne jemi njerëz. Allahu na dha sinqeritet para së gjithash dhe nuk na bëhet vonë me thënë nuk dim për diçka që nuk dim. Dhe kjo është më e mira. Pra atë cilën dim dhe jemi të sigurt, do mundohemi në një farë mënyre me hikmet, me urtësi, që të përgjigjemi në pyetjet e tyre me plot kënaqësi. Pse jo? Inshallah, po do të presim pra përgjigje nga vëllezërit dhe motrat në rrjetet tona sociale, pastaj. Pra ku do ti parashtrojmë pyetjet e tyre? Në rrjetet sociale, pra në Instagram, TikTok, YouTube, po në këto rrjete. Po patjetër. Tonë pastaj na I përzgjedhemi pyetjet. Dhe I shiqojmë bashkërisht, inshallah. Allah dha sukses e bereqet. Ose të lejoj pra ta japësh një këshill përmbyllëse për gjithë vëllezërit motra tona në lidhje pra me martesën, me problemet martesore dhe si ta kenë një martesë të shëndoshme mes tyre. Kështu vëllai mund të them disa fjalë përmbledhëse. Martesa në fe është bashkim shpirtëror, jo thjesht një bashkëjetesë. Pra janë bashku dy shpirtra që I ka bashku sinqeriteti dhe devotshmëria, dashuria. Kur kjo martesë ndërtohet mbi dashurinë, pra kur baza, temeli e kësaj martese është dashuria, edhe mëshira gjithashtu, edhe devotshmëria gjithashtu, ajo bëhet një rrugë që I çon të ty drejt në xhenet. Pra nuk është thjesht një bashkëjetesë, ne bashkëjetojmë. Cilët janë bazat e bashkëjetesës tuaj, martesës tuaj? Dashuria, devotshmëria, rahmeti, mëshira. Qëllimi final është shkuarja ose ta takojmë Allahun bashkë si çift dhe me kanë të dy në xhenet. Edhe kështu them vëllezër se dashuria e sinqertë është dashuri, qëllimi I të dyve është me kanë bashkë në xhenet, jo këtu vetëm në dynja, pra me kanë bashkë në xhenet në botën e përhershme. Andaj të gjitha kemi këtë qëllim dhe dashurinë ta shtojmë mes vetes si çift, si bashkëshort, në më thanë bashkëshorët e bashkëshorte, ta domi njëri tjetrin dhe të jemi të sinqertë me Allahun subhanallahu teala, mos të harrojmë qëllimin pse jemi bashkuar, çka na ka bashkuar dhe deri ku dëshirojmë që të jemi të bashkuar. Allahu shpërbleft hoq. Gjithë vëllai. Shihemi në episodin tjetër inshallah me pyetje përgjigje. Allahu vetëm për të mirë. Allahu të rujt. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.